Sanxhaku paraqet një hapësirë gjeografike të veçantë territoriale dhe administrative, me traditë dhe subjektivitet të lashtë e të gjatë historike kombëtar. Shtrihet në pjesën qendrore të gadishullit ballkanik, në mes të disa shteteve dhe disa popujve, si serbëve, malazesve, bosnjakëve dhe shqiptarëve. Ky territor sot është i ndarë në dy pjesë, në atë jugore të Malit të Zi dhe veriore që është pjesë e Serbisë, secila me nga 6 komuna. Popullsia e kësaj ane është autoktone shqiptare, ndonse pjesa më e madhe, për të mos thënë të gjithë, deklarohen bosnjak. Sanxhaku është në pozitën aq strategjike dhe gjeopolitike, saqë të gjitha shtetet përreth, ndër shekuj, janë munduar ta përvetsojnë dhe të jenë prezent aty. Interesin më të madh në vazhdimsi e ka shprehur populli serb, i cili gjithmonë ka dashur të ketë dalje në detin Adriatik nëpërmjet Malit të Zi. Të dhënat relevante historike dhe gjetjet arkeologjike dëshmojnë se lugina e lumit Rashka, që nga lashtësia ka qenë e banuar nga ilirët, madje me dëndësi shumë të madhe se sa në trevat e tjera dhe më tepër se sa është menduar deri vonë. Këtë ndër të tjera e dëshmojnë edhe shumë toponime të ruajtura deri në ditët e sotme. Sanxhaku veçohet qysh nga lashtësia, pra kemi argumentet të forta që gjithmonë ka qenë i banuar me popullsi iliro-dardane, sepse toponimet e sotshme që ndodhen në këtë trev janë shqiptare, sikur si që është fjala me lumin Iber, që ka kuptimin i bardh, mandej lumi Rashka nga Arsa, një historian bosnjak Ejup Mushević, që ka qenë akademik në Akademinë e Shkencave të Serbisë, e quan Rasa nga fjala shqipe, mandej Peshteri, tërsi e Rand, mandej lumi Lim nga lumi Vapa dhe liçeni Vapa, e kështu pra kemi shumë toponime që dëshmojnë autoktonin shqiptare në këtë trev të kësaj pjese të Sanxhakut, përkatësisht të gadishullit ballkanik. Edhe pse është shkruar mjaft për këtë pjesë të trevave veriore të Shqipërisë, përmesi që quajmë ne, autorët edhe serb edhe bosnjak janë mundu të ikin prezencës dhe mos të përmendet shumë që aty në lashtësi jo që nuk e trajtojnë si trevi i lire, por i ikin termit shqiptar, sepse edhe bosnjakët edhe të tjeret janë i lirë dhe kështu munduan pak me anashkalu këtë pjesë, edhe pse shumë shkrime, hulumtime tregojnë që përveç që i thash toponimeve, përmendet edhe Tutini si që e ka marrë nga mbretresha Teut, mandej përmenda kalajnë Arsa, kalaja Ilire, që sërbeti quajnë Rashka, Rashka vjetër. Këtu përmendet shumë edhe një geograf, geomorfolog, për ndryshe edhe antropolog, Jovan Cvejić, të cilit i referohet Ejup Mushević. Ai e konstaton prezencën ilire, natyrisht edhe ky ideolog serb, dhe këtu përmendet shumë mirë që ekspansioni, hyrja e thiseve slave në këtë pjesë dëbën, i detyron dardanët të tërhiqen në viset e larta malore, ndërsa pjesë të luginat e lumeve binë në sundimin sërb dhe popullimin nga popullata sërbe, por me gjatë të viset e larta mbeten të banuara në kontinuitet me popullsi i lirë shqiptare. Kështu, edhe gjatë kohës së perëndërisë osmane, përmendën shumë prezenca e shqiptarëve aty, edhe në Evlia Çelebia përmendë kur flet për pazarin e ri, ku themelimin e tij, thotë shtrihet në një pjesë, në një lugin të lumit Rashka, ku takohen 3 lumej, ku takohen disa vilajete, domethënë si pikë takimi, thotë në përterë rrjedh lumi Rashka, i cili burimin e ka në rafshnaltën e Peshterit në Shqipëri. Domethënë atëherë ai e cilëson se ajo pjesë ka qenë banuar me shqiptarë dhe kështu e quhen Arnautlak.
Kështu që nuk kontestohet prezenca e shqiptarëve që nga lashtësia në këtë pjesë edhe deri në ditët e sotme. Në Kongresin e Berlinit 1878 është bërë fjalë edhe për trevat e Sanxhakut. Për Vienën ishte më rëndësi që këto vise mos t'i përkesnin Serbisë dhe Malit të Zi, sepse në këtë rast do të çrregulloheshin planet ekspansioniste ndaj Ballkanit. Pas Kongresit të Berlinit, Sanxhaku i Pazarit të Ri hyn në përbërje të vilajetit të Kosovës. Kjo është një kthesë e madhe për Sanxhakun dhe qytetet si Pazari i Ri, ku ka qenë në zonë ose themi një qendër që kanë filluar nga Kosova të lëvizin në drejtim të këtij qyteti, që është pak e pazakontë, por duke e ditur që ai qytet ka qenë gjithmonë qendër tregtare, administrative, kulturore, njerëzit me kënaqësi kanë lëvizur në drejtim të veriut, sidomos ato pjesë të Kosovës që njerëzit e kanë pasur zonë të interesi sepse ka pas nevojë për investime të mëdha, mandej aty kanë mund me gjetë veten shumë zanatli, kështu që në këtë kohë drejtim të Pazarit me rrethin lëvizin rreth 40 familje nga Gjakova, kryesisht zanatli, rroba qepse, çelesh punuese e kështu të ndryshëm, kështu që i kanë dhënë frym atij qyteti dhe që nga atëherë shqiptarët janë pjesë e zhvillimit të këtij qyteti. Kështu që edhe sot ato familje, shumë të njohura si Zatreqet, mandej Blytajt, Kumanët, Jahjagajt, Numanët, kanë luajtur rol të madh në ngritjen dhe zhvillimin e atij qyteti. Në Kongresin e Berlinit, Serbia dhe Mali i Zi fituan pavarësinë dhe krahas kësaj, me ndihmën e Rusisë, arritën të zgjerojnë territoret në dëm të shqiptarëve. Perandoria osmane, edhe përkundër përpjekjeve për t'i mbajtur edhe më tej këto territore, nuk ja arriti dot. Kështu në luftën e parë ballkanike e humbi Kosovën me Sanxhakun dhe Maqedoninë. Edhe në kryengritjen anti-osmane të vitit 1912 kishte bashkëpunim me Sanxhakun. Konferenca e ambasadorëve e thirrur me iniciativën e Anglisë për shkak të çështjeve kontestuese në Ballkan, kishte për qëllim që të pengojë një konflikt të gjerë evropian. Në këtë konferencë është konfirmuar gjendja nga 2 luftrat ballkanike, me të cilën Shqipërisë i njihen pavarësia në kufijtë e sotëm. Kosova mbetet në sundimin serb, ndërsa Sanxhaku i Pazarit të Ri, si pjesë e vilajetit të Kosovës, tashmë i okupuar, ndohet në mes të Serbisë dhe Malit të Zi. Rënja në sundimin e Serbisë në vitin 1912, që ata e konsiderojnë si çlirim, në vërtet ka qenë ripushtim, sepse pas një kohë të gjatë në perandorinë osmane prapë kthehet shteti serb në ato treva, sikurse që ka qenë 2 shekuj para ardhjes së osmanëve në Ballkan, dhe kjo ka qenë një keqe e madhe për këtë popullat, sepse gjatë gjithë kohës sa ka ekzistuar edhe shteti serb i mbretit Dushan, por edhe gjatë perandorisë osmane, kryengritja e parë serbe ka pas jehon shumë të dhimbshme në Sanxhak, kur hynë ushtria e Karagjorgjës në Kralev, në Kralevën e sotshme, aty ka qenë qytet Karanovac, që ka qenë i banuar me 80-90% me shqiptar dhe bosnjak. Nuk ka mbet askush aty, të gjithë janë tërhequr drejtim Sanxhakut, domethënë Novi Pazarit, dhe ushtria e Karagjorgjës, Gjorgjës i Zi, arrin ta zbraz Pazarin e Ri, por mbetet në histori një kohë shumë e vështirë, një krim i madh ndaj popullatës së Rafshnaltës së Peshterit, përkatësisht qytetit të Sjenicës, kur banorët e qytetit kanë qenë të vendosur në Kalan dhe në tradhti ka mashtruar faktikisht, i ka thonë dilni nga, domethënë ju ka thonë fjalën që nëse dilni edhe shkoni për në Bosnë, atëherë mundeni me shpëtu, dhe kur janë hap dyert e Kalas kanë dalë jashtë, aty llogaritet diku rreth 5000 banor janë vrarë në këtë. Ky është krimi, mund të themi edhe i pari, që mandej pasojnë edhe krimet e mëparshme, gjenocidet ndaj kësaj popullate. Natyrisht, ma vonë edhe e përzirë, sepse shqiptarët kanë filluar të asimilohen në kontakt me popull tjerë.
por a ka pasur rezistencë për të mbrojtur pazarin e ri nga ushtria okupuese serbe. Varësisht prej autorëve, janë mundu ta zbusin pak, por megjithatë dihet saktësisht që ka pas rezistencë, sepse në këtë kohë në përmendet edhe qëndrimi për një kohë të gjatë i Saboletinit në pazar të ri, kur edhe qytetarët e presin me brohoritje hyrjen e tij në pazar të ri për ta mbrojtur nga hyrja e ushtrisë serbe, dhe dihet saktësisht që në këtë përmbrojtjen e pazarit të ri nga hyrja e trupave serbe ka humbur jetën edhe kryetari i komunës së atëhershme të pazarit, kështu që edhe pse nuk kanë mund të bëjnë rezistencë, megjithatë rezistenca ka ekzistuar, por natyrisht ka qenë shumë e dobët, sepse ushtria serbe në këtë kohë ka qenë shumë e fuqishme, sepse janë bashkuar të gjithë kundër një pjesë shumë të vogël të shqiptarëve dhe bosnjakëve, ti themi ashtu, të kësaj pjese. Kështu që megjithatë nuk kanë mund të rezistojnë, janë tërhequr në drejtim të Kosovës. Luftrat ballkanike i kanë prirë luftës së parë botërore. Lufta e vitit 1912, në të cilën aleatët ballkanik pushtuan territoret e perandorisë osmane në Evropë, krijoi atmosferën me të cilën inicioi luftën e parë botërore. Pas gjendjes së krijuar, Kosova dhe Sanxhaku, që nga viti 1913 mbetën të ndara. Për shumicën e banorëve të Sanxhakut, Serbia dhe Mali i Zi ishin të padëshiruara për arsye të presioneve ndaj popullsisë jo serbe, si deportimi, konvertimi me dhunë, plaçkitje, vrasje e tjerë. Ata priten me kënaqësi shkatrimin e këtyre shteteve dhe ardhjen e austriakëve. Në luftën e parë botërore gjenden si një situatë shumë të vështirë. Dihet që në këtë kohë Austro-Hungaria ka qenë aleate e Turqisë dhe bosnjakët dhe shqiptarët e kësaj pjesë ju kanë bashkuar vullnetarisht ushtrisë austro-hungareze në luftë kundër Serbisë, por paraprakisht ata kanë qenë të mobilizuar në ushtrinë serbe, kështu që kanë qenë në situatë shumë të vështirë, pra janë gjetë në një, si themi, në thikë me dyteja, por megjithatë shqiptarët dhe bosnjakët e kësaj pjesë të gadishme ballkanike kanë prit me kënaqësi hyrjen e trupave austro-hungareze, austriakëve faktikisht, sepse në një mënyrë pas tërheqjes së perandorisë osmane, ata e kanë përjetuar si një lloj çlirimi, sepse sadokudo kanë qenë shumë ma liberal, ju kanë dhënë të drejtën e hapjen e shkollave, më dhe përdorimin e gjuhës, kështu pra është vërejt një liri gjatë kësaj periudhe, dhe kështu bëhen pjesë e ushtrisë vullnetare edhe të austro-hungarezëve, por edhe të në mbrojtjen në kuadër të Turqisë, në mbrojtjen në fronte të tjera, si në Galici, mande edhe në betejën e Çanakkalesit, kështu me radhë. Në këtë kohë, kur me përfundimin e luftës së parë botërore dhe ne e dim që shka deri te tërheqja e ushtrisë serbe në për Shqipëri, ku edhe pse ka qenë një marrëveshje, i kanë, si themi, kanë që të kalojnë pa bërë ndonjë rezistencë, sepse ka qenë një marrëveshje për të kaluar në për Shqipëri, ata kanë bërë dëme të mëdha, domethënë krime të mëdha në për Shqipëri, dhe këtu përmendet edhe një thënie Edi Durham, thot edhe pse shqiptarët janë treguar shumë zemërgjër që t'ju ndihmojnë në tërheqjen prej të ushtrisë serbe, ata kanë bërë dëme të mëdha, krime të mëdha dhe kanë shkatruar gjithçka që kanë gjetë para vetit, duke filluar prej Prizrenit, Lum e deri në Dors. Kështu që këto është treguese se ushtria serbe është okupatore e vërtet, dhe qëllimi kryesor ka pas depërtimin në detin Adriatik, domethënë të del në det, dhe spastrimin përkatësisht ndryshimin e strukturës së popullsisë së kësaj
pjesë të tokave shqiptare. Serbia, pasi vendosi administratën pushtuese me anë të regjimit ushtarake policor, ushtroi terror e gjenocid mbi shqiptarët, duke përdorur forma të ndryshme të dhunës. Nga mbarimi i luftës së parë botërore me 1 maj 1918 u themelua në ilegalitet Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, i cili në programin e tij kishte çlirimin e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare, mbrojtjen e shtetit të pavarur shqiptar dhe demokratizimin e tij. Rol të rëndësishëm në organizimin e kësaj lëvizje luajtën udhëheqësit e qetave të armatosura nga krahinat e ndryshme të Kosovës, Sanxhakut dhe të Maqedonisë, siç ishin patriotët Azem Theshote Galica, Mehmet Konjuhi, Ram Llaca, Jusuf Mehonja, Mulla Agan Koja e tjerë. Pjesë e zgjerimit të veprimtarisë Komitetit për Shërimin e Kosovës në aspektin politik, në këtë kohë, në vitin 1990, vjen edhe themelimi, krijon kusht për themelimin e një partije, themi politike, por tash jo kombëtare, por për muslimanët në këtë pjesë të shtetit të atërshëm të Mbretërisë së Bërkato-Sllovene. Do me thonë, formohet një ashtu quajtur xhemiet në gjuhën turke, që në kuptim në shqip është fjala për bashkimin, si organizat politike ku do të përfshihen turqit, shqiptarët dhe bosnjakët, muslimanët, faktikisht, sepse kombësitë e vogla kombet nuk janë njohur përveç që serbe, kroatëve dhe slovenëve, ndërsa banorët përkatësisht të përkatësisë islame janë organizuar, kanë mund të formojnë një organizat të tyre të përbashkët politike, xhemiet, që themelohet nga Necip Draga, si themelues, dhe Aqif Blyta nga Pazari i Ri, një ushtarak, një oficer i ushtrisë osmane, i cili ishte shkolluar në Turqi dhe kur kthehet në vitin 1919 i bashkohet vëllezërve Dragaj dhe jep kontributin e tij në themelimin e xhemietit, i cili ka qenë edhe nënkryetari i xhemietit, që është themeluar në Shkup, dhe xhemieti ka pas shtrirje edhe në Sanxhak. Në Sanxhak lideri i xhemietit ka qenë Aqif Blyta, dhe në këtë kohë nuk ndalen presionet e Serbisë ndaj kësaj treve, dhe sidomos se përket Sanxhakut, pjesa e tij e ndodhur në Maltezi kishte pasur shumë keq, kishte psuar shumë keq në krahasim me atë Serbisë, sepse ndodhi një masakër në Shahović dhe Pavinopole dhe në fshatrat përreth Vranesh e kështu me radhë, që marrëzësit i kishin vrarë një kriminal të tyre, i cili Boshko Boshković, me qëllim që më jam vesh luftarve të Sanxhakut, që kanë luftuar kundër tyre, përkatësisht njësive të kaçake, që ju ka prej Jusuf Mehonjë dhe Feris Sallku, dhe mori një sulm të papar, edhe pse ka qenë në kohën e paqes, në vitin 1924, në nëntor të vitin 1924, ndodh një drame përgjakshme mbi popullatën e Shahovićit, ku u vranë, u therrën, u plaçkitën dhe u dogjën më shumë se 650 persona, disa dhona flasin deri në 900, dhe shpërngulën mbi 1000 familje, që janë detyruar të shpërngulën në gjitha anët, në Turqi, mandej në Bosnjë dhe drejt Shqipërisë. Në këtë kohë, xhemieti reagon, faktikisht Ferhat Bej Draga me 14 nëntor të vitit 1924 i drejtohet Ministrisë së Punëve të Brendshme, sepse xhemieti tash ishte pjesë e parlamentit të Mbretërisë së Bërkato-Sllovene, me 13 deputet, domethënë kishte një rol kogja të rëndësishëm, po për fat keq xhemieti nuk vepron gjatë deri në vitin 1925 dhe i ndalohet puna e tutjeshme, por megjithatë gjatë kësaj kohe ata ngritin zërin për masakrën në Shahović. Masakra në Shahović, Pavinopole, Vranesh dhe fshatrat përreth ishte krimi më i madh kundër popullsisë përkatësisë muslimane gjatë kohës së paqes së Mbretërisë Serbo-Kroato-Sllovene.
Në ditën e pafatë 9 nëntorit të vitit 1924, ndodhi drama më e përgjithshme mbi popullatën e Shahoviqit. Në lidhje me krimet në Shahoviq, kryetari i Xhemietit Ferhat Bej Draga në 14 nëntor të vitit 1924 drejtohet Ministrisë së Punëve të Brendshme me një mocion lidhur me mizoritë të mërshme në këtë rajon. Ky mocion u botua në Pravda të Sarajevës, numër 262 të 18 nëntorit. Aty në mes të tjerash thuhet: Zoti Ministre, kjo masakër si një veprim i përbashkët i autoriteteve policore lokale dhe Vasojeviqve, përgjegjës janë autoritetet policore të cilet kanë qenë me kohë të paralajmëruara për rrezikun dhe nuk ndërmorën asnjë veprim për ta parandaluar këtë masakër. Në këto rrethona përgjegjësia është më e madhe e pushtetit se sa e bandave, sepse deri tash askush nuk është arrestuar. Do të thonë, ky fjalim i tij dëshmon që shteti ka bërë këtë, sepse sikur mos donte shteti, ajo nuk do të mund të ndodhte. Gazeta politike e Beogradit të datës 15 nëntor të vitit 1924 raporton me titullin Protesta e Ferhat Bej Dragës me rastin e akmarrjes së Vasojeviqve ndaj vrasjes së Boshko Boshkoviqit, ku shkruan: për veprimin e Ferhat Bejut, i cili dërgoi një letër proteste ministrit të Punëve të Brendshme Maksimović. Për këto rrethona të vështira, gazeta Hak shkruan se shumë vëllezër shqiptar u mbuluan me tokë, ndërsa shumë të tjerë u shpërndan, ande e këndej në gjendje fare të keqe. Në këto rrethona, Bayram Curi dhe Hasan Prishtina në shtator të vitit 1924 arritën të protestojnë për lidhjes së kombëve në Zhenevë. Në pikën e 5 të kësaj proteste thuhet: ky regjim i hekur, zjarri dhe grabitje në Kosovë përmban shkakun kryesor të një emigrimi të një në masë të popullsisë shqiptare në Turqi. Emigrim ky që bëhet në konditat të tmerrshme që kushton me jetë qindra familjeve, ndërsa pjesa tjetër që mbetet dënohet me një mjerim të pa përshkrueshëm. Kështu vazhdon prap gazeta Hak, që ka qenë organ i Xhemietit, por edhe gazeta Hak edhe Xhemieti në vitin 1925 ndalohet veprimi dhe masat faktikisht kundër kësaj popullate vazhdojnë të vështirësohen nga pushteti serb dhe malazez, edhe pse formohen disa komisione për vlerësimin e këtij krimi, por megjithatë vazhdon kolonizimi, marrja e tokave nga që kanë qenë prona e kaçakëve, sepse ka qenë një udhëres të gjithë kaçakëve që u mirët toka, pronat, dhe kështu vazhdon. Edhe shpërngulja, edhe ju shqiptarëve dhe bosnjakëve ju vështirësohet jeta në këto treva, por ne e dim që pjesë e këtyre projekteve ka vazhduar të jetë edhe në kohën mes dy luftrave botërore, dhe me thonë pas vitit 1930, kur Vasa Çubrilović e përgatit projektin për shpërnguljen e shqiptarëve, decisivisht e thot shpërngulja shqiptare, e përshkruan mënyrën se si duhet vepruar, që shqiptarët ju bëhet jeta e padurueshme që të zgjedhin rrugën e shpërnguljes, largimit për në Turqi. Bele këtu e thot me një dokument, thot që në ligjëratet që e mban në lidhje me këtë projekt, thot dështoi edhe kolonizimi, dështoi edhe dëbimi, sepse luftën e ka fitu nëna shqiptare në fakt e përshkruaj rolin e rëndësishëm të nënës shqiptare, e cila tregon që me lindje e ka fituar betejën kundër nesh. Do më thonë, aje e pranon këtë, sepse gjithçka ka qenë pas suksesshme, edhe dëbimi, edhe kolonizimi, edhe grabitja e tokave, edhe dëbimi për shkak të shtimit të natyror të madh të shqiptarëve, dhe bile e bëni krahasim edhe me Poloninë, Gjermaninë atje, dhe edhe kjo nuk shkon në favorin e tyre.
Kolonizimi i trojeve shqiptare ishte një proces që kishte filluar në vitin 1912. Gjatë periudhës ndërmjet dy luftrave botërore në tokat shqiptare janë vendosur rreth 15.000 familje kolonësh me rreth 75.000 frymë. Sipas disa të dhënave, gjatë periudhës 1918-1941, në vizet etnike shqiptare janë ngritur 1.000 koloni slave. Si rrjedhojë e zbatimit të politikës agrare kolonizuese, u ashpërsuan marrëdhëniet ndëretnike ndërmes shqiptarëve dhe serbë-malazezëve. Deri në fillim të vitit 1941, nga reformat agrare kolonizuese, u prek rreth gjysma e tokave bujqësore dhe u godit gjysma e popullsisë fshatare shqiptare. Prej këtyre, si rrjedhojë i shpronësimit të fshatarësisë shqiptare dhe kolonizimit të tokave të tyre, ndryshimet e dukshme, besoi edhe struktura etnike. Në vitin 1912, shqiptarët përbënin 90% të popullsisë, kurse në vitin 1941, përqindja e tyre ra në 70%. Megjithatë, falë qendresës organizuar të popullit shqiptar, nuk u arrit objektivi i Mbretërisë Jugosllave për ndryshimin rrënjësor të strukturës etnike në favor të minoritetit shqiptar. Studime që shkaktojnë më së tepërmi erupsion është elaborati i Vasha Qubilovićit, Shpërngulja e shqiptarëve. Edhe përkundër gjitha përpjekjeve që bën mes dy luftrave botërore për ndryshimin e strukturës dhe dëbimin e shqiptarëve, fillimi i luftës së dytë botërore pengoi edhe planin, marrëveshjen që i kishte nënshkruar Serbia, përkatësisht Jugosllavia atëhershme, me Turqinë për shpërnguljen e shqiptarëve. Për fat të shqiptarëve, fillimi i luftës së dytë botërore e pengon këtë realizimin e këtij projekti, por projektet nuk kanë të ndalur. Me fillimin e luftës së dytë botërore vjen në skenë edhe ideologët tjerë sërbë, si Draža Mihajlović, që ka qenë general i ushtrisë të mbretit, dhe i cili nuk jep urdhra të prera për zhdukjen e popullatës, por jep instruksione. Dhe brigada të arallave qetnike ju dalmi edhe mos mund as me kalu në Kosovë. Pra këtu jipen disa instruksione që nuk u zënë të shpëtoj askush i gjallë. Përveç kësaj, ai thotë se si duhet vepruar, si duhet të organizuar shteti sërb, të krijohet një Jugosllavi e madhe, në kuadër të Jugosllavisë së madhe edhe Serbia e madhe. Domthon direkt kyçet në dhe jep udhëzime se si duhet të vepruar. Si rezultat i kësaj ka qenë edhe hyrje i fton në ndihmë forcat vullnetare nga Kosova, nga Shala Bajgorës, nga Drenica, nga Rugova, arrin dhe në një periudhë, pra në fund të vitit 1941, pas këtyre sulmeve të parreshtura të qetnikëve, kanë arrit dikun të jenë mbi 3.200 forca ushtarake të komanduara nga drejt për drejt nga Qyvblyta dhe komandantët që kanë ardhur nga Kosova, si Shaban Pollusha, Sak Fazlia, mandej të tjerët nga Shala Bajgora, dhe kanë arrit ta mbrojnë pazarin e ri nga sulmet qetnike. Domthon këtu ata dështojnë, edhe pse ka prova që në bashkëpunim me komunistët, partizanët kanë dashur ta marrin pazarin e ri, por edhe ky bashkëpunim nuk ju ka shku për dorë dhe pazari i ri ka mbet në duart e forcave vendore të Rafshnaltës së Peshterit, shqiptarën që kanë ardhur nga Peshteri në ndihmë, nga Rugova, nga Rozhaja dhe nga Kosova. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Sanxhaku përsëri mbeti nën administrimin e Serbisë dhe Malit të Zi. Kapitullimi i Italisë ishte një frymarrje e re për shqiptarët, sidomos të atyre që i përkesnin zonave më të largëta kufitare si Rozhaja, Sjenica, Bihori e tjerë, ku serbë-malazezët nuk i pushonin provokimet armiqësore. Gjendja ishte padurueshme, sidomos në vizet e banuara jashtë xhirit të Adheut, si në Mitrovic, në Vushtri, në Podujev, në Pazar të Ri e tjerë. Pastaj në treva që gjendeshin në kufi me Serbinë e Malin e Zi, me bekimin e Italisë, serbë-malazezët me mira vullnetar, natën e 5 janarit të vitit 1943, të prirë nga Pavle Gjurišić, sulmuan dhe Plaçketën, Sjenicën dhe Bihorin.
Ata që nuk mund të arrinin në luftën për marrjen dhe shfarosin e pazarit, i cili u mbrojt fal organizimit të mbrojtjes së qytetit nën komandën e Aqip Blytës, e bën në Bihar, duke vrarë e masakruar shumë fëmijë, gra e pleq, duke zënë rob vajza e nuse, duke plashkitur e djegur çdo gjë. Qetnikët në mesnat e pren e therën rreth 9.000 shqiptare bosnjak, dogjën e shkatruan 763 shtëpi e tjerë. Popullsia e kësaj treve ishte përsekutuar pa dallim gjuhe për kaqësie kombëtare shqiptar apo bosnjak. Të dhënat burimore flasin se forcat serbo-malazeze, qetnike, të përkrahura me logjistik dhe me armë nga ushtria italiane, shkatruan 82 fshatra në krahinën e Bihorit me 5 dhe 6 janar të vitit 1943. Atje ku nuk kanë mund të arrijnë të organizohen shqiptarët për mbrojtjen e këtyre tokave, si është fjala në pjesën perëndimore të Sanxhakut në Bihor në vitin 1943, edhe përkundër se popullsia vendore është organizuar me një formacion ushtarak që e kanë quajtur atëherë milicia muslimane, nuk kanë arritur të organizohen dhe të mbrohen dhe ndodh një masakër e papar deri në atë kohë, e që falë Zotit nuk është përsëritur as më vonë. Shumë autor bosnjak masakrën, gjenocidin në Bihor e quajnë Srebrenica e parë, sepse arritet një shifër trishtuese për atë periudhë, për atë kohë, diku 9.200 viktima, kryesisht gra, fëmijë, pleq, sepse me forcat të armatosur nuk kanë mund të bëjnë ballë, por tash është publike edhe raporti që Pavle Gjurišić drejt për drejt ja dërgon Draža Mihajlović, kur thotë te muslimanat janë të vrarë 1.200 luftarë, është shifër shumë e madhe, por deri në 8.000 të tjerë viktima që kemi shkaktuar, raporton Pavle Gjurišić, në gra, pleq dhe fëmijë. Këto janë shifra trishtuese për atë periudhë, trishtuese se janë edhe sot, sepse është krimi më i madh që ka ndodhur në Mogadishu në Ballkanik gjatë luftës së dytë botërore, e drejt për drejt ka qenë e kyçur ushtria serbe, qetnike, domethënë që ka qenë shtetërore, edhe pse shumë afër kanë qenë edhe partizanët, edhe pse kanë qenë italianët në anën tjetër, të cilët e kanë miratu një sulm të tillë, sepse kjo ka ndodhur në zonën neutrale mes të teritorit që e ka kontrolluar Italia dhe Gjermania në anën veriore. Ka qenë kjo zonë neutrale ku italianët nuk kanë ndërmarrë kur gjë që të pengojnë malazezët, domethënë njësi qetnike, ndërsa edhe pse ka pas forma të organizimit nga Kosova që shkohet në ndihmë dhe kanë pas kërkesa ndaj italianët që të lihet të përtojnë forcat ushtarake nga Kosova që t'ju ndihmojnë asaj popullate, kjo italianët nuk kanë lejuar, ndërsa qetnikët nuk kanë mund as t'i ndalën dhe kjo ka ndodhur një gjenocid i papar që dhe sot e kësaj dite mbetet një ndër krimet gjenocidin më të madh që e ka bërë forcat qetnike ndaj popullsisë vendore shqiptare dhe bosnjake. Pasi për masakrën e Bihorit ishte dëgjuar gjithandej, qeveria e Tiranës formoi një komision i cili do të analizonte gjendjen e krijuar në këtë trevë dhe ta njoftonte qeverinë për masakrën dhe pasojat e saj. Qeveria Libohova e mbretërisë shqiptare dërgoi në Bihor një komision shtetëror në krye me zëvendës ministrin e tokave të lirueme, juristin Qazim Blaca. Në komision ishte edhe Tom Malaurasi, me karrierë politike në këtë ministri, dhe 3 ushtarak të lartë italian, një numër i paris shqiptare të Dugagjinit, me Demali Pozharin, Emrush Miftarin, Bajram Gashin e të tjerë. Komisionin e shoqëroi një delegacion i Sanxhakut në krye me patriotin shqiptar Mulla Osmanin e Petnicës. Për që di, anë kohën banorët e asaj pjese, thotë nuk përmendën shqiptarët, por qeveria malazeze përmend vetëm muslimanët, duke i barazuar me bosnjakët, por pjesa dërmuese sipas të dhënave që i kemi gjetë në arkivat ushtarake, në arkivat të Tiranës, që i ka publiku partia fashiste e asaj kohe, përkatësisht qeveria e Libohovës e organizon një trup, një komision i cili vlerëson
krimit që janë bërë, shkojnë në atë pjesë dhe atje gjenë temi faktet të pa mohueshme për krimet që i kanë bërë ndaj popullsisë vendore forcat qetnike. Atje flitet diku vetëm në Bihar, domethënë jo lugina e lumit Lin, por janë mbi 4200 viktima, kryesisht pra janë pleq, gra, fëmijë, por edhe të zonën rop, 250 femra, të reja, gjithë me emër, me mbi emër që janë marrë dhe kur mo nuk janë kthyer, nuk dihet ku kanë përfunduar. Domethënë, kjo është ajo që e kanë bërë që e kanë bërë serbet dhe malazezë ndaj gjithmonë ndaj popullsisë sonë, këtë kanë bërë edhe në Bihar për të shuar epshet e tyre që nuk janë të panjohura. Domethënë, veprimet e tilla janë përsëritur edhe gjatë luftës së fundit edhe në Kosovë dhe në Bosnë. Nga të dhënat që mlodhi komisioni në këtë masakër të kryer nga serbo-malazezët, asnjë nuk shpëtoi nga thika për të dëshmuar këtë krim shtazarak. Atyre u humbën edhe varet. Në Arkivin Qendror të Shtetit në Tiranë, në fondin arkivor të vitit 1943, gjendet dosja nr. 5 me 57 fletë. Ekzistojnë edhe disa dokumente origjinale të dërguara kryeministit të atëhershëm të Shqipërisë, Ekrem Beli Bohova, nga ana e komisionit të zgjedhur Enkas për të konstatuar gjendjen faktike, të cilat në mënyrë të pakundërshtueshme dëshmojnë krimin dhe gjenocidin serbo-malazez i banorëve shqiptar të kësaj zone. Në një dokument mes tjerash thuhet: Shkëlqësia juaj e dinë vetë se çmasa duhet marrë për të ardhur në ndihmë refugjatëve, gati 10.000 shpirt që janë tue vuajtun keqas, si edhe mbi çka duhet bam që ata mizorina mos të përsëriten dhe populli mund të shkojë në vend të vet. Edhe mbi atë pikë, si mbas porosisë së juaj, e kemi dhënë mendimin ton këshillues. Tu e qenë të sigurt se qeveria mbretnore do ta marrë parasysh këtë çështje me rëndësinë e me ngutësinë që meriton, mbeteni më shumë nderime në emër të muhaxhirëve të Bihorit. Në një dokument tjetër, flitet mbi ngjarjet e tërmeshme në zonën e Bihorit. Të gjithë gjinden mos ma keq, të plagosurit e të sëmundit janë në rrezik të madh. Sëmundje të rënda dhe të rrezikshme edhe për popullsinë e vendit. Të gjithë kanë nevojë për ndihmë të shpejtë. I takon qeverisë mbretnore t'i vendoj e t'i zbatoj me ngutësi masat që do t'i duken ma të përshtatshme. Masat e shpejta dhe ma të nevojshme munden me u radhit në këtë mënyrë. Organizimi i ndihmës zyrtare kombëtare për muhaxhirët të mjeruemit, strehim, veshje dhe ushqim. Dërgimi shpejt mjekësh dhe barnash për të sëmundit. Organizimi i rikthimit të muhaxhirëve nëpër vendet e tyre pasi të vendoset atje qetësia dhe siguria, për krahje materiale që të mundin ata ta rifillojnë sa më parë punimin e tokës. Një dokument tjetër flet për kutit me raportin mjekësor në të cilën ishin të mbyllura një pjesë e trupave të njerëzve të masakruar. Kokë djali 13 rreth 15 vjeç e preme, kokë gruje rreth 22 deri në 26 vjeçe e prem, shuplak djaloçi rreth 10 vjetësh e prem, këmba e burit të pjekun e preme, dora e djathtë e preme në bryl dhe karbonizua, dora e djathtë e preme në bryl, dora e majt e preme pak në bryl, veshi i djathtë dhe i majt të njeriut të pjekun, veshi i djathtë i prem, hund me buzën e sipërme, syni i djathtë dhe i majt të nxjerrun. Pjesë e lidhjes së dytë shqiptare të marrin pjesë aktive dhe të kërkojnë nga lidhja që këto troje të mbrohen me forca ushtarake dhe të bashkohen Shqipërisë. Me krijimin e trupave ushtarake të lidhjes së dytë shqiptare, përsa ekzistuan, u evitua rreziku që i kanohse i krahinës së Peshterit, Rozhajës dhe viseve tjera nga përsëritja e gjenocidit si ai që ndodhi në krahinën